Bujar Sefa, 39 vjeçari i njohur për botën e krimit si Bujar Xhaka, u arrestua në Dubai duke i dhënë fund një prej arrative më të gjata të një drejtuesi të një grupi kriminal shqiptar. Sefa ishte shpadur në kërkim nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për akuzat të trafikut të 2.4 ton kokainë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe për vepra penale të kultivimit, prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve. Sipas hetimeve të SPAK, 39 vjeçari ka kontrolluar prodhimin dhe transportin e lëndëve narkotike për një periudhë të gjatë, duke e bërë grupin Raja një nga rrjetet më aktive kriminale në vend. Më parë, Sefa kishte shpëtuar arrestimit gjatë një operacioni në fshatin Noj, ku policia kishte sekuestruar 145 kg hashash dhe municion luftarak, duke dëshmuar rrezikshmërinë dhe ndikimin e tij në trafikun e drogës. Autoritetet shqiptare po bashkëpunojnë më ngushtë me homologët në Emiratet e Bashkuara për të siguruar ekstradimin e tij drejt vendit. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe hetimet vazhdojnë për të dokumentuar të gjitha aktivitetin kriminal të kryer nga Sefa dhe grupi i tij. Bujar Sefa rezulton gjithashtu një emër i njohur për autoritetet italiane, ku ka vjuar dënimin me 8 vite 7 muaj burg, ndërsa pasuritë e tij me vlerë deri në 346.000 euro janë konfiskuar si pjesë e hetimeve ndërkombëtare. Arrestimi i tij shën një goditje të rëndësishme për trafikun ndërkombëtar të drogës dhe aktivitetet e grupeve kriminale shqiptare.